Vinë nga qyteti Fierit, siç e pat, përgjatë daljes së Fierit drejt Tiranës, që është rruga e Shekit, e ndërtuar bukur dhe ishëm me ndriçim dhe me gjitha përmasat që kërkohet për një rrugë bashkëkohore, u ndalëm këtu tek lumi i Semanit, mbi unë e Mrostarit, dhe kemi këtë peisazh të mrekullueshëm që shikoni, dallëndyshet kanë zbritur, kanë ardhur si një shtektar, një zog shtektar që tregon pranverën, një traktorist po kthehet nga puna këta besoj. Përshëndetje. Si jeni? Ju po kthej, nuk e di, shkoni në punë apo vini nga puna? Po kthehemi, për momenti po kthehemi nga puna. Po kthehen nga puna. Po. Ku ka shpejt punuat? Ne marrim punën me sa zbardh dielli, e kemi diell me diell. Nuk keni orar, ju mati me dritën, Me dritën. Po, kur nis drita në mëngjes, edhe kur çojnë në mëngjes, shpejt. Po, shpejt, sa më shpejt. Në orën 6. Çfarë bëhet sot ju me këtë frezë? Frezuam, bëm gati toka për të mbjellë misër. Keni pas probleme, keni punë? Punë ka, po janë shumë shpenzime të larta, si për fremerin, si për traktorat. Përballojnë do të fermerët, Janë shumë, nafta është 1400 lekë. Kështu që Nga jeni ju? Nga Mrostarura. Mrostarura, dhe punoni vetëm Mrostar apo ku të dali puna? Ku t'jetë puno? në Sheq, në Kallëm, ku të dali. Po kush është traktoristi, kush është ndihmësi tash? Traktoristi është. Traktoristi unë jam. Ndihmësi Ti je traktoristi, si ke emrin? Arjan Seljani. Arjani, po ti? Unë Shlirim Çepele. Ti je ndihmësi, ë? Unë jam ndihmësi. Po çfarë punë bën ndihmësi? Kjo freza më duket s'ka nevojë për të hipur lart. Moj këtë për Lodhje, ka lodhje. E zëvendësore, zëvendësojmë. Ka lodhje fizike të mëdha. Po. Kështu që lodhet ky shoku e Po marr. vetë keni toka? Po, si s'kemi. Punoni, do traktori ju duhet edhe për punë tuaj apo? Po, normalisht, më para duan për punë tona. Sa hektar keni? Po ne marrim dhe me qera toka faktikisht. Bukur, sa? Marrim 3 hektar. Çfarë milli? Në dispozicion. 3 hektar Nisër, ka grur. ky, unë kam 10-15 hektar të mjetë. Çfarë milli? Janë zhgrur, misër, U intereson, është një lloj aktiviteti që ju bëni për të mos shkojmë Të punojmë jetuar. te tjetri, punojmë tek shtëpia jonë. mos mbetur emigracionit apo se emigracioni Po, si e keni dhe provuar? emigracionit edhe këtu në Shqipëri të vesh punosh te tjetri nuk. E keni provuar Kemi emigracionin? provuar, kemi qenë. Unë kam qenë 10 vjet në emigracion. Ku ke Po qenë? ashtu dhe ky shoku im. Unë Unë në aq Athinë. kam 2 vjet që jam kthyer, edhe unë 12 vjet. Me sa duket është ngushtuar dhe andej dhe jeni më rehat këtu apo? Jemi më rehat, do me thënë jemi pranë familjes, pranë njerëzve tanë, kështu që nuk edhe andej, Në radhë të parë nuk ndjejmë racizmin e komësis, nuk të thot njëri çfarë je. Se vendet e huaja, sidomos greku, ka shumë racizm. Bëjnë 100 mira, 1 të keqe. Ka Natyrisht, racizmin. djem ta se dorë do mbase të bën me nerva që kur fillon punën apo? Jo të bën normalisht. me nerva, po nuk është normale se njerëz janë ata, njerëz jemi ne, nuk janë më të mirë. E nuk të vjen mirë, po kur të ofendon. E si dhe qoftë tu tash të paktën jetoni, e keni përballoni po përballojmë jetesën këtu, jetesën. me sa është pak e vështirë faktike, po Po të punosh. mirë. Ishte një rrugtim që ne kemi nisur nga qyteti i Fierit, është emisioni përjavshëm që jepet dita shtrumeve, faleminderit. edhe duke shfrytzuar rastin që ju kaluat këtu, ne ju bëm këtë intervistë për televizion Apollon. Faleminderit juve dhe televizionit Apollon. Hajde, miru pafshim. Po të duket dalë nga qyteti i Fierit, është Mrostari këtu, siç e shikoni, ndike me kamerë është Agrofidan, firma Amaro Plus A. S'ka si të mos ndalesh këtu në këtë vend kaq të bukur, me fidana shumë të bukura. Amaro Plus A është kaq e pranishme dhe vazhdon të jetë e pranishme në televizion Apollon me reklamën e tij, por nuk kanë nevojë për reklam gjithë këto fidana të bukura. Shikoni, ndikeni pak. Konkuar me portokalla që përdoren për liko dhe për të ngrënë, janë të freskëta që mbahen në oborret e shtëpisë dhe në balkone. Pra shumë të bukura. Gjithashtu, lule dekorative nga të gjitha llojet dhe po të hym pak më brenda do të gjem limonat që vërtet të joshin me formën e tyre
me bukurin e limonit, limonat të ngarkuar me kokra, gjithashtu ullin që mund të mbajnë edhe në kushe shtëpiake, pra në borën e shtëpis, por që mund të rriten ullin të gatshëm 3-4 vjeçar, fidanat lloje të ndryshme të agrumeve, po këta janë ullin për vazo, ullin për vazo, kushe shtëpiake, dekorativ, shumë të bukur. Ndikni pra këtë fidanishte, këtë qendër ku shpërndahen fidanat dhe që tashmë është e njohur në të gjithë bregdetin shqiptar, duke fillon nga Lezhë dhe Shkodra deri në Vlorë. Është një qendër ku punohet për disa vjet pra këtu në Mbrostar, është reklamuar në televizion Apollon disa herë dhe vërtet përbën është një vend ku njerëzit mund të marrin fidanat lloje të ndryshme. Shikoni pra të veri që keni sjell gjithë të nxënës shkollën Ismail Klosi. Po, ne si transportues jemi detyruar të shërbejmë komunitetit me kushte sa më të mira, me cilësi transporti më të mirë dhe duke u bërë aty më të kënaqshëm vizitat e tyre në ambientet të cilët ata argëtojnë dhe kalojnë dhe orë të mësimit, po mbi të gjitha ata zhvillojnë një orë kulture të cilët e kanë të domosdoshme së fëmijët të cilët sot ambientet e sotme janë të izoluar marrë të kushteve dhe të zhvillimit të kohës, orë të mësimit të shërbejnë sa... Faleminderit Sali Goxhaj, u kënaqët juve në këtë... Kush u kënaq më shumë? Kjo është kënaqë më shumë, po, bukur. Çfarë ju pëlqeu më shumë? Majmuni. Po tjetër, ty çfarë pëlqeu? Hajde këtu, hajde. Ballon. Një minutë. Ty çfarë pëlqeu më shumë shpirt? Balloj. Balloj, pse ishte me kratë gjata të mëdha, ha? Po, ishte shumë i bukur. Po me çfarë lozët? Kë ngacmove më shumë? Kë ngacmove më shumë aty? Balloj. Po majmunët? Te majmunët i pashpa. Po luan kështë pa në një luan? Jo. S'kishe pa këtu, u knaj duke pa luan. Po ti? Po, edhe nga të më shumë majmunin, ishte ka qenë si kisha pa. Çfarë ju shërbeu? Kjo na shërbeu për fëmijët që ata morën më shumë informacion për kafshët duke i parë ato drejt për drejt. Se deri dje i kanë parë nëpër libra, në televizor. Me çfarë lëndë jepni? Sot ne japim të gjitha lëndët. Jemi cikli ulët. Po, është klasa 4. Ata kanë mësuar në diturinë atyre për kafshët, kanë mësuar në anglisht. Ti thoni gjuhë huaj emrat e kafshëve, sot konkretisht i pan dhe i përkëdhelën. Po nuk kishin parë ndonjë disa kafshë. S'kishin parë, ishin kafshë të rralla, që si kishin parë. Kafshë të rralla që s'jan parë. Po, si kishin parë, vetëm nëpërmjet televizorit. Pra, ky është një udhëtim që bëhet jo vetëm kult edukativ, por ka të bëjë lidhet pra mirë edhe me mësimin. Po, duke lidhur edhe me mësimin, edhe me kuriozitetin e madh që fëmijët kanë, se tani ata janë kurioz dhe duan të dinë shumë gjëra, ne u plotësojmë këtë dëshirë duke ardhur sot. Po, një prezantim për këtë shkollën Ismail Klosi, do na thoni për televizion apo vonë? Sa nxënës ka? Shkolla Ismail Klosi është një shkollë me afërsi 700 nxënës gjithsej, një staf me 30 mësues, një drejtor dhe një nëndrejtoresh. Nxënësit janë të ciklit fillor që i kanë mësueset nga e parateke 5 dhe 9 vjeçare. Është një shkollë që dallohet ndër shkollat më të mira të qytetit, për rezultate të mira, disiplinë dhe në gjitha drejtimet. Edhe një shkollë e hershme, ka një traditë shumë të hershme. Është një traditë shumë e hershme që trashëgohet brez pas brezi dhe nuk i ka humbur ato tradita. Po, faleminderit mësuesi i kësaj shkolle. Juve sa kohë keni mësim aty? 4 vjet. 4 vjet. Dhe shkolla Ismail Klosi e ke parasysh që ka nisur që nga vitet 45? Po, është nga shkollat më të vjetra, më të vjetra. E më prestigjioze. Dhe emrin e një adhetari patriotë shumë i shuar. Pra Ismail Klosi, emri Ismail Klosi. Sot këtë ditë ju shërbeu ju. Patjetër, sepse këta në anglisht kanë pasur një kapitull të tërë me kafshët e pyllit. Dhe duke i parë nga ana vizive fiksohen sa gjëra më mirë. Patjetër. Apo jo, tani i mbani më të mirë. Po. I mbani më të mirë. Na pëlqen kanali Apollon. Ju Ka pëlqen? shumë gjëra. Po. Shikoj, na pëlqen shumë. Fëmijët qëndruan lart në ambientin e tyre ku edhe nuk e di çfarë hanë, çfarë bëjnë, por ne u ndalëm për një kafe. Këtu së bashku me Sali Goxhaj dhe ju se keni emrin? Dashnor Bregu. Dashnor Bregu. Dashnor Bregu, juve më thani që keni edhe ju një biznes.
Po. Si ju duket këtu, tek ky Safari Park, që është një gjë e veçantë për qytetin e Fierit? Është shumë e veçantë, shumë gjë e shkëlqyer, më mirë nuk ka ku vete. Gjë më e bukur që Fieri ka nevojë për këtë. Fieri është qytet i vogël, është qytet i madh dhe është një gjë që i duhet Fierit kjo. Sali ju shoqëruat gjithë atë grup nxënësish të shkollës Ismail Klosi. Ambientet, pse jo edhe kjo kafene këtu ka që bukur? Se që edhe parë që vim, janë herë të tjera, duke në nga përqyrë ambienti dhe një ambienti përshtatshëm për kohën, si dhe për të vejlit dhe për të mëdhenj, jemi të kënaqur kur pim një kafe në këtë lokal me kushtet komode, kushtet kohës dhe një shërbim i personelit, i diçka e ngrohtë, jo thjesht për të shërbyer për të marrë lekun, po një ambient i ngrohtë dhe i personelit. Kjo mendoj se i bën edhe njerëzit që frekuentojnë këtë lokal të kohës, lokal modern. Sigurisht një udhëtim këtu heq pak stresin e atë ndotjen e qytetit, atë mërzinë apo jo? Një periudhë që njerëzit kanë nevojë për pushime dhe pushimet në vende të tilla i japin një kulturë dhe një qetësi shpirtërore të gjithë atyre që vizitojnë ka ambiente të tilla. Dhe jam i mendimit që dhe vetë prindrit në mënyrë ditë e pushime të gjitha, të kalojnë ditë pushimi, të kalojnë orë pushimi, duhet shumë e vlefshme për të qetësuar edhe vetë në ana shpirtërore, në ana e streseve dhe një kulturë të fëmijët për një ambient të bukur, për një ambient që i takon. Do qoftë sido që njerëzit janë duke vizituar parkun, por ne u ndalëm një tavolinë ku ka ardhur një çift këtu. Përshëndetje juve. Përshëndetje. Keni ardhur këtu të vizitoni parkun? Po. Çfarë ju kënaqi nga parku zoologjik? Parku gjithmonë vim këtu, ka shumë gjëra të bukura dhe të tëra ata që s'kanë ardhur të vinë ta vizitojnë, ka shumë gjëra të bukura. Ju nga ku banoni? Kallë, Fieri. Me Kallë, sidoqoftë prapë ju kohën e pushimit e kaloni këtej do duke parë diçka. Dalim, nxjerrim dhe djalin që të shikoj, mësoj. Edhe më mirë është që të shikosh këto parje sa televizor shkotën për bulevard apo? Po. Po djalin sa vjeç është djali? 4 vjet. 4 vjet, si ke emrin shpirt? Emrin? Indriti. Po. Pra një familje, këtë fëmijë keni vetëm? Po. Sidoqoftë po rrisni këtë mirë, pastaj do të bëni edhe të tjera apo? Patjetër. Se që të bësh fëmijë të tjerë duhet të bien dakord të dy palët, se s'mund të bëhet vetëm fëmijë apo jo? Po, ashtu. Ju me çfarë jeni marrë? Unë jetoj në Greqi. A jeni emigracion? Bashkë me nusën apo vetëm? Jo, akoma s'ka dalë. Pret që të bëj bashkim familjar. Në dhimbje kjo që heqin emigrantët, domethënë me sa kohë që aplikon? Bëj 2 vjet. Që aplikon akoma s'ka dalë bashkim familjar. Ku je në Greqi? Selanik. Çfarë punë merresh? Unë marangos. Marangos. Ke vite? Kam 12 vjet. Greqi. 12 vjet. Pra juve u martuat duke qenë në Greqi, në emigracion? Po. Po vjen shpesh në Shqipëri? Për festa shumë. Behar, bashkë dhe për Kristus. Shpreson që të dali shpejt bashkimi familjar? Presim, bëjmë 2 vjet. Po, është vërtet një gjë e dhimbshme që çifti i posamartuar qëndron larg njëri tjetrit. Megjithatë ju shpresoni që të ikni shpejt në Greqi. Shpresoj, shpresa. Ke dalë një herë jashtë Greqi? Po, qesh 20 ditë. Ke 20 ditë me vizë. Pëlqen të rish atje apo këtu? Po, atje. Po atje se është burri apo normal, bashkëshorte. Evropian bashkëshorte. Unë juroj juve që të realizohet sa më shpejt dëshira për të bashkuar familja, që të shkoni së bashku në emigracion, të rrisni pse jo edhe këtë djalin ta rrisni atje. Për këtë po punoj. Ta keni afër. Për këtë po punoj. Ta afër babait apo? Po. U juroj. Jam nga qyteti i Fierit, aktualisht banoj në Kanada. Rastësisht duke u kthyer nga Tirana, shikoj kopshin e safarit në qytetin e Fierit. Është vërtet një kopësh i mrekullueshëm. Nuk e prisja, nuk ma merrte mendja domethënë që në qytetin e Fierit ishte ngritur një kopësht zoologjik kaq i këndshëm, kaq i lezetshëm me të gjitha ato kafshë
I ku banoni aktualisht? Aktualisht unë banoj në Kanada, jam emigrant, po. për pushim. Emigrant për pushime apo ke shkuar je banon? Jo, jam rezident, jam mbështetës. Je mbështetës kanadez, po, diçka veçantë. Kanada na sjell ka mrekullira të tjera. Edhe juve shikoni diçka ndryshe këtu në Po, kjo është e vërtet, Kanada ka dy kopshte, të paktën në qyteti ku unë jetoj në Kanada ka dy kopshte të mëdha. Edhe do thosha që një pjesë e mirë e kafshëve që atje ndodhen janë edhe këtu, domethënë gjëra që mua më bëhet qefi që është diçka e manishme që qyteti i Fierit domethënë të ketë kafshë kaq interesante, kafshë nuk jetojnë në vendin tonë. Dhe ajo që vërtet më bën përshtypje është sepse vërtet qytetit të Fierit i duhet një kopësht i tillë zoologjik, që është vërtet në rang, mund ta thosha në rang internacional, domethënë me këto kafshë interesante që ka këtu. Atë që do shtoja unë që jo vetëm qyteti i Fierit, po vërtet vendi jon ka nevojë për kopshte të tilla zoologjike. Ju sa kohë keni në Kanada? Kam rreth 3 vite ande. Kam kaluar 3 vjet. Punoni atje? Patjetër, punoj. Me se merreni? Studioj domethënë. Unë jam property manager në një ndërtesë të madhe, domethënë ndërtesë Çfarë qyteti? Në Toronto. Toronto, po. Po. Dhe ju thatë që edhe studioni në Kanada? E mbarova, aktualisht e kam mbaruar shkollën atje, sa e mbarova domethënë. Jam dhe domethënë kam pak muaj që e kam mbaruar shkollën dhe aktualisht tani kam filluar edhe punë në profesion. Pra atë që kam studiuar atje. Po, ishte kënaqësi që ne u takojmë me një emigrant fierak që jeton në Kanada, ku ka mrekullira të tjera, po gjithsesi ne aspirojmë për të qenë pjesë e Evropës dhe e botës. Ju shpresoni në Shqipëri? Patjetër, Shqipëria mendoj që e ka marrë atë rrugë, e ka marrë atë drejtim. Shikoj shikoj ndryshime kur vi këtu, në gjitha aspektet. Edhe në aspekt të infrastrukturës, edhe në aspekt të turizmit, edhe në aspektin kulturor. Pra në një kohor kaq të shkurtër ju shikoni ndryshime, se juve shikoni ndryshime, ne përsëri kemi probleme, kështu ndjej veten me probleme, me pak varfëri. Shiko, unë nuk nisem nga ana e politikës, po unë shikoj ndryshime reale, të cilat janë bërë këtu. Dhe nuk mund të marr domethënë harkun kohor të këtyre ndryshimeve, që të them janë bërë ndryshime shumë drastike. Unë shikoj ndryshimet reale dhe këtu ndryshime reale ka. Dhe kjo më pëlqen domethënë. A mendoni që do të tërheqë Shqipëria pas pak kohësh të kthesh? Pas pak vitesh do thoshe? Sa më shumë larg qëndrojmë Shqipërisë, aq më shumë dashuri kemi për Shqipërinë. Mirë po, mundësitë dhe ofertat që vendet e tjera na japin, ndonjëherë na tërheqin më tepër andeja. Domethënë, pikërisht ana ekonomike, kupton që kemi oferta më të mira andej dhe kjo është ajo që je familjarisht apo beqar? Familjarisht. Je rregulluar domethënë? Patjetër. Vazhdon jetën normale. Jam i kënaqur. Jetën normale. Jam i kënaqur domethënë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit që u takuam së bashku. Faleminderit dhe juve, kënaqësi ishte ime. Të uroj të mira. Uroj jo vetëm për qytetin e Fierit, por për gjithë Shqipërinë dhe popullin shqiptar, më të mirat e kësaj bote, më të mirat domethënë jo vetëm në zhvillim, në kulturë, në arsimim, në gjitha drejtimet. Vazhdojmë udhëtimin këtu mes këtij parku zoologjik dhe fëmijët nuk ngopen duke parë, ë? Po, ne ju do të riktheheni përsëri. Po, do të kthehemi përsëri pamjeve të bukura të kafshëve që ne nuk e kemi parë ndonjëherë. Po, bukur. Atë do më shoqëroni mua. Po. Mirë, vazhdojmë, shikojmë së bashku. Ne u ndalëm për t'i parë kafshët një nga një dhe preferuam që të jemi së bashku sot. Po, aguri. Aguri pra do të na shpjegoj ti, shërben këtu agur? Po, aguri u shërben këtyre kafshëve. Kafshë dhe shpende. Po je njohur, je miqësuar që me këto? Shumë i artë me kafshë dhe me shpendët. Tani e fillojmë me radhë. Ne fillojmë me strucin. Po. Kjo është strucin. Ushqet me bark, misër, grur, hime. Struci afrikan? S'ka problem. Ja të hangri struci gati të kafshoj. Le të kafshoj, ja, e mbaj dorën këtu. Ja, le të kafshoj, ja. S'është rrezikshëm domethënë. S'është rrezikshëm. Nuk është rrezik. Po ne do të vazhdojmë agur së bashku. Ja djali kusimshëm. E ka të gjatë se kanë xhirte.
Atë që quhet gjuz me atë kafshon, po me sa duket ky është gjarë për pajsor pak. E shumë pajsor, çfarë lloji quhet ky? Biton. Gjarë për gjigant. Kush e shikon, afrohet 3 metër i gjatë. Po mësuesja ka frikë, ka frikë për vetëm duket, po ka frikë për fëmijët. Po, është interesant. Tash Arturi, me sa duket Arturi i do kafshët shumë, edhe po e merr të gjatë, po e vani qafë. E bukur. Kësa i thonë të flesh me gjarprin në gurë, kësa i thonë të flesh me gjarprin. Ja dim gjurë, edhe flasin. Edhe flet po. Pra shikohet ashi kjo është. Ma afro. Po, ja, gati 3 metro i gjatë, me qëfar ushqet me letra? Më duke se do të me eliminosh me gjarprin, duke të. Shumë i randë, është i randë. Mësuese, nuk po largoni do t'ju nga ky ambient të që ka që bukur. Shumë, fëmijët u kënaqën, arritën që të mësojnë shumë gjëra që nuk i kishin parë dhe hasur ndonjëherë. Dhe kjo na bën që ne të vim përsëri. Më të vëmendshëm se sa këtu s'keni kujteni fëmijët juve, se këtu tu shikojnë të gjitha gjërat apo jo? Po. Sepse do të shërbejnë. Shumë gjithë kuriozitetet që kishin dëgjuar, po nuk i kishin parë. Shikoni tani. Ndiqeni kalamajt, ços janë rreshtuar të gjithë, të tërë simpatik, të tërë të bukur, një mosh janë, viti 4. Një mosh. Një mosh. Jam 10 vjeçar të gjithë. Unë do t'ju falenderoj në emër të Televizion Apollon që na shoqëruat në këtë ditë, në këtë udhëtim jashtë qytetit, që është një emision i përjavshëm që kemi ne. E do t'ju uroj suksesen punën tuaj. Faleminderit dhe juve dhe ne u kënaqëm dhe kjo që një surprizë për ne se nuk e imagjinuam që ju sot do të ishit këtu së bashku me ne. Ndiqeni Televizion Apollon të shtunën në orën 21 do të jepet ky emision si dhe emisionet të përjavshme. Udhëtimi jashtë qytetit. Faleminderit. Ju uroj suksese, punë të mbarë. Apollon, më i forti në rajon. Apollon, më i forti në rajon. Gjabri 8 muaj nuk ha flegjum. Arrin në letargji që quhet ajo. Po, edhe kur fillon jetën, fillon ha një lepur. Ndalem me pivën e kafe me zoti Rostemi, se do që ju keni pak për zëmër këtë emisionin udhëtimi jashtë qytetit, që na keni ndjekur, jo na keni ndjekur vetëm si shikues, po edhe pjesëmarrës, ke punuar dhe vetë në kamerë. Ai sa e bërë pjesë e stafit, nëse duket. Prandaj kënaqësia për ne është sepse i ka dhënë një detaj emisionit, detaj profesional, kuptohet sepse është profesioni juaj për këtë punë. Po ne sot këtu që unë dalëm në tavolinë të zooparkut, që është pranë qytetit Fierit këtu në Grostar, është një avantazh, një nga resurset turistike do të thosha. Fakti që unë vi gjithmonë te emisioni juaj zoti Enver, është se mua më pëlqen ky emision udhëtimi jashtë qytetit. Edhe relax, po zbulon dhe gjëra të mira. Unë me që më jepet rasti tash që jam pranë mikrofonit të emisionit udhëtimi jashtë qytetit, unë nuk le dot pa përshëndetur investitorin e këtij biznesi kaq interesant dhe kaq frutdhënës për qytetarët e Fierit dhe pse jo dhe më gjerë për gjithë Shqipërinë, që vetëm kopës zoologik i ka ngelur sot Shqipërinë. Dhe është një ndihmë e madhe për nxënësit dhe për shkollat shqiptare, se fëmijët i njohin vetëm nëpër libra, e brava. Ta luan dhe këto zebra, tashti i prekin dhe i shikoj ne pak më parë pam ata atyre i qeshte fytyra, flisin me i flise vetë fytyra atë kënaqësi që ndjenin duke parë këto kafe. Edhe njëherë urime investitorëve lartë më lartë. Sa më shumë të shtojnë këta investitorë që kanë qëllimin e mirë për të zhvilluar vendin. Zoti Rustemi ju përmendet fëmijë që është një kënaqësi kur i shikon ai të gëzuar dhe ai që gëzuar njerëz. Po Lancemini edhe ju ishit pjesë e këtij emisioni, keni qenë edhe herë të tjera. Por çdo thoshë të përshtatoj jo vetëm për fëmijët, po nuk është një qetësi, një rekreacion edhe për të rriturit apo jo? Mendoj që nga emërtimi që i ka bërë pronari këtij kopshti zoologjik, Safari Park, më duket që për shqiptarët nuk ka nevojë që të bëjnë rrugtime të gjata për shkuar në Afrikë kudo gjetë në tërë botën, por botën e çuditërave me kafshë me shpend nga më të bukurit dhe më prallorët,
e gjejnë te ky park zoologjik në Fier. Te ky pronar, unë mendoj që është vërtet një gjë shumë e mirë. Jo vetëm për qarkun Fier, por për gjithë Shqipërinë dhe shqiptarët, qofshin ta brona dhe jashtë vendit, për Shkodrën e, për Tiranën e, për Durrësin e, për Saranën e, për gjithçka dhe më gjërë. Ishte vërtet një kënaqësi zoti Rostemi, po nuk është vetëm fakti që këtu janë grumbulluar kafshë nga shumë kontinente, do të thosha, kontinentet botës, por edhe një hapësirë rekreative shumë e bukur. Ne qëndruam këtu zuri shiu, pikat e shiut po bjen në stre dhe kjo është një bukuri, prapë është një poezi, po ky e ka bërë dhe tër kompleksin e ka bërë kaq të bukur trekës. Nuk është pjesë kokë zoologjike, tu çdo çdo ndjel vinë në familje, është kënaqësi e madhe kur unë kam qenë vetë pranishëm me familjen time, sjell çupën shpesh këtu. Dhe nuk ka gjë më të bukur se çdo ndjel tu vinë familjar, vinë pinë një kafe, një freskuse, qoftë dhe drekojnë, edhe darkojnë, se ka lloj mish ashtu. Po, doma këtu ka kuzhinë egër. Pse jo edhe fëmijët e mi kur erdhën nga Greqia, nuk kishte gjë, këtu e gjetën qetësinë. Në një mend jemi. Këtu e gjetën qetësinë, erdhën së bashku këtu dhe u ndalën pak, po. Unë mendoj në veri që prindërit që janë njerëzit më të përgjegjshëm për pjesën e familjes dhe të fëmijëve, do thoya që të rregullojnë ca raporte tek fëmijët, sepse me sa shohim gjithë brezëri mëson tek pjesa elektronike, tek interneti, por them këtu ke live gjithçka. Këtu ke emocionin direkt. Këtu prek, shijon, shkarkon gjithë stresin. Gjatro këtu tek Safari Park. Dhe Safari Park, siç tham, nuk ka vetëm një park zoologjik që i ofron qytetit Fierit një hapësirë rekreative, por ka dhe shumë vizitorët nga jashtë, mes kafshëve të rralla, të egra, të ardhur nga vende të ndryshme, të kontinente të ndryshme, ndalen këtu edhe për të shijuar gjellët e ngrohta, gjellët e mira të Safari Park, po edhe për të qëndruar së bashku në një kohë të lirë. Dhe këtu mes tyre neve kemi dhe zotin Mehmet Musaj, një nga biznesmenët e njohur të Fierit, një nga biznesmenët që ka punësuar mbi 400 punëtor në qytetin e Patosit me biznesin e tij dhe që me sa duket është familjarisht. Përshëndetje zoti Mehmet Musaj. Jemi së bashku këtu në këtë ambient Safari Park, ku ofron jo vetëm kafshët e rralla që kanë ardhur nga shumë kontinente të botës, por ofron edhe një vend ku juve po pushoni, nuk e di me ka jeni, se keni fëmijë, janë gra, janë burra, janë shumë njerëz këtu, nuk e di ç'keni të bëni me këta, çfarë ju ka sjellë sot këtu? Sot si ditë pushimi, jemi familjarisht, një pjesë e mirë, bëjmë rreth 25 veta me gjithë fëmijët dhe ky lloj biznesi na sjell kënaqësi, natyrisht fëmijët kanë kënaqësinë më të madhe se sa ne prindrit e tyre, sepse ky lloj biznesi në qytetin e Fierit nuk ekziston dhe mendoj as në Fier, as në Vlorë, as në Lushnjë. Natyrisht kënaqësia më e madhe, ju thash më parë, është e fëmijëve, ata bredhin duke shkuar në secila nga kafshët që ndodhen këtu dhe mendoj kënaqësi më të madhe për ne si prindër nuk ka. Mehmet Musaj, ju prezantova që në fillim të kësaj hyrje që u takom së bashku, është kënaqësi që u takom së bashku. Faleminderit. Edhe duke parë që jeni në një ambient kaq të zgjeruar të familjes apo të miqve tuaj, unë desha të ndalesha për çfarë ju sjell edhe juve kjo vizitë, si gjeni kohën ju që të pushoni edhe me njerëzit tuaj, me miq, me familje, me fëmijë, me nipër, me çfarë keni këtu gjë? Natyrisht, unë kam kënaqësi sepse na ka ardhur një dhëndrion nga Brukseli dhe ky lloj ambienti kaq i mrekullueshëm na jep kënaqësi që bashkarisht të ndodhemi këtu dhe të gëzojmë. Ai ka kënaqësi që edhe në qytetin tonë të Fierit, nga ku dhe ai ka bashortën e tij, ndodhet pranë këtyre ambienteve që i kujtojnë ndoshta fëmijët e tyre edhe
qytetin e tij të Brukselit për këtë lloj biznesi. Natyrisht, neve duam të tregojmë atyre që edhe në qytetet tona, me këtë zhvillim normal që po merr qyteti jonë, Fieri, natyrisht edhe ne në një të afër do të jemi pjesë e qyteteve evropiane. Natyrisht do të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Së shpejti neve kemi dhe liberalizimin e vizave, që natyrisht edhe një pjesë e këtyre njerëzve që ndodhen këtu nuk kanë pas mundësi të dalin jashtë Shqipërisë, do të kenë lehtësira për të shkuar dhe për të parë konkretisht në këto qytete. Mendoj se edhe për këta do jetë kënaqësi që edhe neve do ndihemi me të vërtetë qytetar të nderuar, do ndihemi qytetar të Bashkimit Evropian, që nuk na ka munguar asnjëherë që ne jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Por duke shkuar lishëm, duke shkuar në kushte normale, natyrisht ka dhe një kënaqësi dhe një satisfaksion. Bashkarisht do të organizojmë ne biznesmenët, të afërmit tanë këto dreka të shishme, këto kënaqësi të veçanta në qytetin ton, t'i kalojmë në Janin, t'i kalojmë në Gumenis, t'i kalojmë në Filat, t'i kalojmë në Picar, t'i kalojmë në Parandithir dhe të tjera dhe në Arëpis. Dhe unë ju premtoj, ndoshta do t'jeni bashkë me ne, që këta njerëz t'i shprehin të gjitha këto kënaqësi duke u ndodhur në çamërinë tonë. Çfarë ju sjell kjo vizitë këtu në Safari Park? Me jep kënaqësi. Kënaqësi. Kur kënaqen fëmijët, kënaqem dhe unë. Nuk e di, po ju çfarë i ofroni Nimetit që ai të i lishëm biznes? Si ndihmoni ju vetëm? E mbështesem. Jo, merresh me pjesën e fëmijëve apo keni punësim atje, nuk e di, diçka tek Nimet Musai? Të gjitha i bëjnë. Të gjitha i bën. E ndihmon, e mbështet. Sa fëmijë keni? 2. Këtu keni një fëmijë. Vajza, ju keni ardhur sot, është një udhtim apo një shëtitje pushimi, sot është ditë pushimi, po si e keni gjetur këtë moment? Përse? Jemi mbledhur se na ka ardhur mbesa nga Belgjika, me kënaqësi me të shoqin dhe me 3 fëmijë. Dhe si gjithmonë Nimet Musai i bën të gjitha këto organizime familjare. Është Musai apo është e juaj? Është nusës të Musait. Mbesa edhe mbesa jote, besoj. Edhe mbesa ime. Prandaj murrini ka shumë, jeni kaq krenare. Normal, jemi shumë krenare. Po. Dhe që po kalojmë të orë shumë të gëzuar. Dhe me 2 motrat? Me 2 motrat e mia, me fëmijët, me mbesat, me knetrin. Po. E duke qenë se motrën bashkëshortën e Nimet Musait e morë me pak fjalë, me sa duket kjo nuk do të flasi gjatë, por kemi motrën tjetër tuaj. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Me sa duket një bashkim familjar shumë i afërt, si duket. Po, me familjen e Nimet Musait. Me motrën tuaj, si kërën motrën? Po, ja kalojmë shumë mirë, jemi mbledhur këtuja, kam një drejt të gëzojmë. Fëmijë, ke marrë fëmijë me vetëm? Unë kam marrë nipin tim. Ke marrë nipin? Po. Po gjithë ta fëmijët të bukur që të vejtë këtë janë? Kam të motrave, të mbesës, të vlajt, që shumë të kalojmë shumë mirë. Si ke emrin? Lori. Lori, ke ardhur sot bashkë me familjen? Po, me familjen, me rastin se gosetezës ka ardhur nga Belgjika, jemi mbledhur familjarisht të gjithë dhe të kalojmë një bazë delegatë. Si kalojnë me kushërisë? Po, sigurisht. Po, çfarë klasë vjen? Jam klasë 8, në shkollën Flatrat e Dijes. Si në shkollë? Flatrat e Dijes. Flatrat e Dijes. Dhe çfarë dëshiron? Ëndrat tuaja kush janë? Dhe akoma shpejt të folur për ëndra, po. S'ke vendosur në një ide kështu çfarë mund? Jo, akoma. Po, si jemi mësime? Shumë mirë. Atëherë ti ke të drejtë të zgjedhësh çdo gjë? Po, normal. Vjen nga Belgjika? Po. Çfarë shikon nga Shqipëria? Çfarë bën përshtypje këtu në Fier dhe Shqipëri? Nuk e di mirë, zi. Atë pëlqejnë këto ambienti shqiptar, këta njerëz të tut, ti ke, atë pëlqejnë? Po. Të pëlqejnë? Po. Po, pra të pëlqejnë dhe Shqipëria? Po. Kushërit, i njeh gjithë, apo sot i njoh? Jo, gjithë i njoh. I njoh vetë gjithë? Po. Po ti e vajza e Jeshidit, aty, edhe që ka bërë shumë, ka përkrahur shtëpinë e fëmijës, fëmijë jetim, i ka përkrahur baba jot apo jo? Po. Ju si ndjeni kur bën ndere të tilla, kur bën vepra të tilla babai? Unë nuk e di, ama për babain tim ai ndihet mirë. Si? Unë për vete nuk e di, ama për babain tim e shikoj që ndihet mirë kur e bën. Po, edhe ti besoj që babai bën gjëra të mira për fëmijët, nevojë? Po, i ka shumë qef, i vjen shumë gjina. I vjen shumë gjina? Po. Me sa duket dhe të vjen gjina? Po, edhe mua. Kënaqësi të nderuar shikues, ne u ndalëm këtu tek Safari Park, është një nga i vetmi park zoologjik në lokalet shumë të bukura që ka bërë Safari Park, dhe këtu po e përfundojmë udhëtimin ton të sotëm jashtë qytetit,
që jepet zakonisht çdo të shtunë në mbrëmje 21, si dhe ritransmetohet në orët e mesditës në orën 12:30. Mirupafshim dhe faleminderit që na ndoqët për gjithë të gati për më shumë se një orë që ndenjëm në këtë udhëtim jashtë Fierit, sepse e nisëm udhëtimin nga qyteti i Fierit dhe përfunduam, u ndalëm këtu pra te Safari Park.